Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se bllokada detare ndaj Iranit do të mbetet në fuqi deri në arritjen e një marrëveshjeje për programin bërthamor të vendit. Në një intervistë për televizionin izraelit Channel 12, ai theksoi se Washingtoni nuk planifikon të heqë masat kufizuese ndaj Teheranit. Trump argumentoi se bllokada detare përbën një mjet presioni më efektiv se sa ndërhyrjet ushtarake. Është më efektive se bombardimet, u shpreh ai, duke shtuar se ekonomia iraniane ndodhet nën presion të fortë. Sipas presidentit amerikan, autoritetet iraniane po kërkojnë me urgjencë një marrëveshje për të siguruar heqjen e bllokadës. Ai paralajmëroi gjithashtu për pasoja të mundshme në sektorin energjetik të Iranit, duke vlerësuar se infrastruktura energjetike mund të përballet me kolaps nëse eksportet e naftës mbeten të bllokuara. Channel 12 raportoi se deklaratat e Trump përbëjnë refuzim të një propozimi iranian të paraqitur më herët gjatë javës. Sipas këtij propozimi, Irani sugjeronte hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe heqjen paraprake të bllokadës detare, ndërsa bisedimet për programin bërthamor do të shtyheshin për një fazë të mëvonshme.